Dëshmia e James Rubin në Hag. Këto ditë në Hag, po dëgjohet një zë që na kujton se liria nuk është krim dhe e vërteta nuk friksohet nga gjykata. Është koha që ne shqiptarët të nderojmë drejtësinë, sepse drejtësia dallon mes përgjegjësisë personale dhe luftës shlirimtare të një populli. UÇK, Ushtria Shlirimtare e Kosovës, është emri i qendresës sonë dhe dinjitetit tonë kombëtar. Kush kërkon të barazojë shlirimin me dhunën i bën dëm të vërtetës, por edhe paqes. Kushdo që kërkon drejtësi, pranon një parim të qartë. Krimi është individual, liria është themel i përbashkët. Është koha që ne shqiptarët ta themi me zë të lartë se ne qëndrojmë krah Amerikës, aleatit ton në orët më të vështira, por dhe në ndërtimin e paqes. Miqësia SBA, Kosovë, Shqipëri, shqiptarët nuk është protokoll, është besë e provuar dhe e sprovuar. Prandaj është koha që ne prapë me zë të lartë të theksojmë, të themi se duhet të flasim me mençuri të gjithë, të ruajmë dinjitetin e gjykimit, të mbrojmë dëshmitarët, të refuzojmë propagandën dhe përçmimin. Kjo dëshmi nuk mbyll kapituj. Ajo hap një rrugë më të kthjellët, një Kosovë më të drejtë, një Shqipëri më të pjekur dhe një aleancë më të fortë me Shtetet e Bashkuara. Sepse pa të vërtetën nuk ka paqe dhe pa paqe nuk ka liri. Zoti e bekoft UÇK-n, herojnë të UÇK-s, Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët.